Të dashur miq, jemi sërish së bashku dhe kam këtu doktoresh Behije Nuhin, e cila njëherët është dhe edukatore e ndihmës së parë pranë kryqit e Kuq në vendin tonë, për të na treguar për rëndësinë e ndihmës së parë në raste të fatkeqësive. Janë disa raste tek të cilat duhet që ne të jemi ata të cilët veprojmë përpara se të vijë personeli mjekësor. Dhe se si duhet të veprojmë, çfarë duhet të bëjmë, çfarë duhet kemi parasysh, do na tregojë doktoresha jon. Faleminderit që jeni pjesë e studios tonë sot, pas një jave besoj të lodhshme edhe për ju dhe për kryqin e Kuq. Më lejoni që t'ju falenderoj dhe t'ju përgëzoj për një punë të cilën e keni bërë si gjithmonë në raste krizash dhe jo vetëm, por specifikisht në rastin e fundit. Faleminderit Argjira, faleminderit edhe për ftesën. Po ishte një javë e lodhshme pas strategjisë që ndodhi në Koçan, një herë shpreh edhe ngushëllimet e mia familjarëve dhe atyre të lënduarve ju shpreh shërem sa më të shpejt. Faleminderit dhe që do të na mësoni pak për të gjitha këto gjëra të cilat nëse duken si të panevojshme, nëse duken sikur hapra se kur do më duhet mua që të bëj ndonjëherë të jap ndihmën e parë, se ku do të, por në fakt rastet në të cilat mund të nevojitet ndihma jon për të dhënë ndihmën e parë mund të jenë më shpesh se ç'mund ta mendojmë. Më thoni pak, sa mendoni se janë njerëzit e vetëdijshëm për rëndësinë e ndihmës së parë dhe sa mendoni se kanë interes në përgjithësi për ta ditur dhe për ta mësuar atë? Fatkeqësisht njohuria e ndihmës parë tek popullata jonë le për të dëshiruar, kurse nevoja rritet sa më shumë, për shkak se e dim se edhe në trafik çdo ditë lansojnë pajisje të reja, si për shembull kishte kohës fundit mjaft aksidente nga trotinetet elektrik, pastaj biçikletat elektronike. E dim se edhe veturat në komunikacion janë të shtuara dhe aksidentet janë të shtuara, do të thotë Shkupi sa rritet e më shumë numri i popullatës, për atë janë edhe më të shpeshta aksidentet. Dhe gjithmonë e ceki tek kandidatët që vinë tek te qendra e ndihmës parë, se nuk është puna vetëm se të pajisen me certifikat, mirë po ajo që duhet të paktën të mësojnë them bazat e ndihmës së parë, e që mas shumë të unë i kushtoj rëndësi reanimimit kardiopulmonar, pozitës ansore edhe trajtimet kur kemi gjakderdhje. Përmendet se janë ata të cilët janë në proces e sipër për të marrë lejen e vozitjes, ata të cilët bëjnë dhe këtë kursin normal në afat më të shkurtër për ndihmën e parë. A mendoni se njerëzit, gjeneratat e reja ndoshta duhet që ta kenë këtë dhe si pjesë të kurikulave mësimore, sepse jo çdo kush ka interes për të pasur një leje vozitjeje, jo çdo kush dëshiron, jo çdo kush do i kushtoj atë vëmendjen e duhur për gjatë këtij kursi, si mendoni ju? Unë kam cekur edhe më herët bile kemi biseduar edhe me kolegë të qendra e ndihmës parë, se si thatë edhe ju, unë mendoj se ndihma e parë duhet të jetë edhe në kurikulumet e shkollave, duhet të jetë pjesë edukative. Unë kisha përzgjedh një lëndë, mos të themi prej klasave të ulta, mirë po prej klasës së 5, kisha preferu një herë të shfaqet kjo si punëtori, pastaj pse jo të jetë edhe si lëndë, sa më shpesh që përsëriten gjërat, aq më të lehta janë pastaj edhe për t'i përdorur në praktik. Mendoj se duhet të jetë jo vetëm kur të arrin faza për të pajisur me lejet vozitjes, mirë po shumë më herët duhet të jenë të njoftuar se si duhet veprohet ndihma e parë. Është ndoshta si ato aftësitë e buta që duhet t'i ketë çdo kush. Unë mendoj se duhet të jetë ndihma e parë në kulturën e përgjithshme të secilit person, të secilit qytetar. Kam dëgjuar shpesh dhe njerëz që thonë, po çam duhet mua, unë nuk jam mjek. A duhet patjetër të jesh personel mjekësor që të dish dhe të veprosh në rastet kur ka nevojë? Është e kuptuar gabimisht në popullatën tonë, fatkeqësisht mendojnë se ndihmën e parë duhet ta praktikojnë vetëm personat shëndetësor, vetëm personat mjekësor. Mirë po jo, për ta ushtruar ndihmën e parë nuk duhet të jesh ekip i personelit shëndetësor. Mundet një qytetar i rëndëmt të pajiset me certifikat edhe ta ushtron ndihmën e parë. Më thoni pak, në cilat raste duhet përdoret ndihma e parë? Sepse ne përmendëm aksidentet dhe le të shërbej dhe si një apel që të gjithë, meqense përmendëm dhe lejen e vozitjes, që të gjithë ata të cilët kanë një timon në duar të jenë më të kujdesshëm për vete dhe për të gjithë të tjera të cilat janë të përfshirë në komunikacion, por ama ka edhe raste të tjera kur e kemi të nevojshme ndihmën e parë. Bukfalisht ndihma e parë është të nevojshme të praktikohet në të gjitha rastet e lëndimeve, pavarësisht a ka ndodhur në aksidente rrugore, a ka ndodhur në shtëpi, a ka ndodhur në objekt pune,
Do të thotë ndihma e parë ofrohet në të gjitha rastet, për atë arsye i kemi edhe temat e specifikuara se në cilat raste çfarë duhet të veprohet edhe çfarë nuk duhet të veprohet, mirëpo gjithmonë praktikohet para se të arrijë shërbimi i ndihmës shpejt. Gjithmonë. Cilat janë ato raste për shembull? Përveç se përmendëm aksidentet rrugore mundet të përdoren gjatë zjarreve, gjatë tërmeteve, vërshimeve e kështu me radhë. Duke parë dhe të gjitha këto raste, besoj se të gjitha kanë atë mënyrën e vetë të realizuarit e ndihmës së parë. Por a ka disa rregulla bazë që aplikohen tek të gjitha një lloj? Po. Fillimisht para se të ofrohet ndihma e parë, gjithmonë e vlerësojmë hapësirën rreth lëndumit, që mos të futim edhe neve në rrezik, mos ta krijojmë një rreth pa dalje. Gjithmonë sigurohet hapësira rreth lëndumit, nëse ka rreziqe të ndryshme potenciale, fillimisht largohen rreziqet potenciale. Shembull, ti marrim aksidentet rrugore, dim se gati se në çdo aksident rrugor kemi mjete të mprehta ose copëza të xhamit. Pastaj mund të ketë edhe zjarr, mund të ketë mjete të ndryshkura, helme, gazra, fillimisht duhet të largohen të gjitha këto rreziqe potenciale, pastaj t'i ofrojmë personit lëndum për t'i ofruar ndihmë, po gjithashtu duhet kemi kujdes edhe nga personi i lëndum, ndoshta bart ndonjë sëmundje infektive, edhe duhet të jemi të përgatitur me ato masat mbrojtëse, për shembull doreza për një përdorim, pastaj maska, syze nëse ka, dhe t'i shmangim gjithashtu kontaktet me sekretet, me lëngjet që dalin nga goja, hunda e personit lëndum, qoftë pështym, qoftë vjellje, qoftë gjak, të thotë nuk duhet t'i prekim pa pas masa preventive. Dhe tani mund të thonë shikuesit tanë, po ku t'i gjejmë ne këto doreza e këto syze, këto gjëra? Por në fakt, kjo besoj është edhe arsyeja sepse sugjerohet që në çdo shtëpi, në çdo vetur, në çdo institucion të ketë një kuti të ndihmës së parë. Çfarë ka në këtë kuti? Kemi pajisje të cilat janë të detyrueshme, kemi pajisje të cilat nuk janë të detyrueshme, mirëpo te secila kuti e ndihmës së parë duhet të ketë gaza për një përdorim me matësi të ndryshme, pastaj fasha, shamia trekëndshe, vatë, flaster, e kështu me radhë. Pra janë të gjitha këto gjërat bazë ashtu siç janë në rregull. Pastaj mjete më të sofistikume, të cilat janë pak edhe më të shtrejta për t'i blerë, mirë po mund të kese të kutia ndihmës së parë, foli, pastaj mund të kese gjithashtu qebe kundër zjarrit, të cilat janë dorza sterile, gërshër, gjithmonë duke të cekur gërshërët nuk duhet të jenë me maje të mprehta, për shkak se shpeshherë duhet edhe të hiqen rrobat nga personi i lëndumit, po kur janë të ngjitura për lëkure duhet i përdorim gërshërët e nuk duhen me qenë me maje, por me maje. Me tehe më të buta. Po, me tehe të buta, me tehe jo të mprehta, për mos t'i shkaktuar dëmtime shtesë lëkurës. Por para se të kalojmë tek të gjitha rastet kur mund të nevojitet dhe si të realizojmë atë, do doja të ndalesha pak te ajo që thatë paraprakisht që të kontrollojmë se çfarë ndodh përreth. Dhe meqense përmendet të shohim nëse ka ndonjë mjet të mprehtë që duhet të largohet ose diçka e ngjashme. Besoj se duhet që të sqarohet për publikun se sidomos në raste kur kemi lëndime me thik ose me ndonjë mjet tjetër të mprehtë ose çfarëdo që të jetë që është veçmë në organizmin e personit, nuk duhet që të largohet sepse në atë rast mund të shkaktojmë hemoragji. Dhe duke u munduar të ndihmojmë, nga mos pasja informacioni mund të krijojmë një problem më të madh. Po, unë gjithmonë ja u cek edhe kandidatëve tek qendra ndihmës së parë, pikërisht kur vim te trupthat e huaj në plak, nuk guxojnë as të hiqen, mirë po as të shtypen, për shkak se çdo lëvizje mundet me shtyt që të ndodhe dhe një hemoragji shtesë, domethënë një gjakderdhje shtesë, prandaj vetëm se kontrollohet gjakderdhja duke vendosur gaza sterile rreth trupit huaj, pastaj vendosim fasha kompresive anash, edhe ato fashat kompresive na shërbejnë për të shtypur gazat shtypin plagën, edhe në këtë formë e ndërprejmë gjakderdhjen, mirë po trupti huaj hiqet vetëm në kushte spitalore. Dhe këto kushte spitalore do bëhen atëherë kur do shkojmë në spital. Dhe për të shkuar në spital na duhet një telefonat ndihmës shpejt, po patjetër. Ku realizohet kjo telefonat? Eto supozojmë që gjendemi në një aksident, në një rast zjarri, në një fatkeqësi tjetër, dhe gjendemi në një situatë të tillë. Kur duhet të telefonojmë ambulancën? Na të presim deri më vonë, atë të gjëja e parë që do bëjmë, si duhet jetë? Thirrja do ishte ideale në 3 minutën e parë, fillimisht ta kontrollojmë gjendjen e personit lëndum për shkak se fillimisht duhet t'ja japim ne vendimën e parë. Në qoftë se ka persona të tjerë të pranishëm, ju themi të paktën thirreni ndihmën e shpejtë, nëse ka nevojë pastaj edhe për zjarr fiksa, nëse ka nevojë edhe për
policin. Në qoftë se nuk ka, fillimisht e kontrollojmë personin e lëndum, pastaj me njëherë e thirrim ambulancën, derisa të ardhë ambulanca në qoftë se ka nevojë për ushtrimin e ndihmës parë, domethënë dhënien e procedurave të ndihmës parë. Neve fillojmë derisa të arrijë ekipi ndihmës shpejt, ne jemi vetë në procedurë. Një punë mjaft madhe dhe ky proces në fjalë, pra edhe veturat e autoambulancës apo dhe shoferët, ku fatkeqësisht një prej tyre ka humbur dhe jetën nga rasti i fundit dhe i shprehim po ashtu ngushëllime familjarëve, është e kemi parasysh se ndodhi, siç e thamë, në rastin e fundit, dhe do doja që kur flasim për këtë rastin e fundit, do me thënë na humbin fjalën, nuk e di, humbin fillin e gjithë bisedës, por ama që të jemi të përgatitur që shpresojmë që të mos ketë nevojë, por nëse ka nevojë në raste të djegjes, ne kemi po ashtu dhe një material të cilin Kryqi Kuq e ka përgatitur. Ju lutem regjia ta bëj gati, pra Kryqi Kuq ka edhe disa materiale që besoj se janë në dispozicion dhe për ata të cilët janë të interesuar që të mësojnë nëpërmjet këtyre videove apo jo. Të vendosurat e webfaqja e Kryqit Kuq, mirë po gjithashtu çdo herë që kemi trajnime tek qendra e ndihmës së parë, përveç pjesës ligjëratave që secili prej neve edukatorëve i shpjegon në mënyrë të detajuar, gjithmonë kandidatëve mundohemi edhe të u alishojmë video që i kemi prezente. Besoj se janë materiale të cilat mund të gjende në dy gjuhë dhe janë të sqaruara ashtu siç duhet që të veprojnë apo jo. Me parimet e ndihmës së parë. Pa pasur nevojë që të jem, pra që të vinë në zyrat tuaja, por vetëm me një klik. Në raste të varësisht, domethënë rasteve, unë do doja që të ndjekim dhe materialin për djegjet, fatkeqësisht duke marrë shkas nga rasti i fundit, por besoj se do jetë janë pra këto raste që na bëjmë më vigjilentë dhe të jemi më të përgatitur për në qoftë se gjendemi në një situatë të tillë në të ardhmen. Nëse mundet ju lutem regjia, të ndjekim materialin dhe e komentojmë bashkë në studio. Patjetër. Janë lëndime që ndodhin në ndikimin e temperaturave të larta në lëkurë dhe në pjesët më të thella të trupit. Shkaqet janë zjarri, gjërat e nxehta, avulli dhe gazi, por gjithashtu mund të ndodhin si rezultat i energjisë elektrike, rrezatimit ose diellit. Procedura e ndihmës së shpejtë. Merrni masa për të siguruar vendin. Shembni veshjet nëse ende digjen. Qetësoni dhe inkurajoni të lënduarin. Hiqni rrobat që nuk janë të ngjitura në lëkurë dhe bijuterit, stolit dhe sa më shpejt që të jetë e mundur, përderisa vendi i djegur nuk është i fryrë. Vendin e djegur ftoheni me ujë të ftohtë për 10 deri në 20 minuta derisa dhimbja të qetësohet. Pas ftohjes së djegjes, vendosni fashë sterile. Vendosni fashë në vendin e djegjes. Fashoni vendin e djegur lirshëm me një fashë sterile. Imobilizoni zonën e djegur. Vendoseni viktimën në një pozitë të shtrirë dhe në qoftë se rrugët e frymarrjes janë të djegura në pozitë të ulur. Telefononi në numrin 194.
Mbroni viktimën nga i ftohti ose nga xehtësia. Shuajeni jetjen duke lagur buzët të viktimës. Kini kujdes nga tronditja, kështu që vëzhgoni dhe vini re shenjat jetësore. Besoj se ishte një material i përgatitur ashtu si që duhet dhe që besoj se është i qartë dhe i kuptueshëm nga të gjithë dhe besoj se mund të mësojnë të gjithë nga pak, vetëm duke i parë këtë video. Po, materiali ishte shumë i duhur. Para se të kalojmë të pjesa tjetër, do kisha dashur të cek pak për zjarin. Dim se për të shkaktuar një zjarr na duhet një shkëndi ose një flak, pastaj një material që është lehtë i djegshëm edhe oksigjeni. Aty ishin të treguara se si trajtohet djegja si lëndim, mirë po në qoftë se kemi një person i cili ka veçmë zjarr në trup, atëherë si duhet të trajtohet, edhe këtë desha ta ndërlidhi. Në qoftë se një person ka zjarr në trup, është mirë që të largohet një prej këtyre që i ceka, ky trekëndshi shkëndi ose flak, pastaj material lehtë i djegshëm edhe oksigjen. Cilin e kemi më të kollajshëm dhe na shkalojmë është të tëtë oksigjeni. Zakonisht persona që kanë zjarr në trup fillojnë vrapojnë për shkak të panikut që i kap, edhe është mirë që t'i ndalim, të shtrim për tokë, t'i mbulojmë me ndonjë gjë të trash, qoftë kaput, çado që të kemi në afërsi qebe, vetëm se të jetë materiali trash, që ta ndërprejmë kontaktin e zjarrit me oksigjenin, edhe ta shembim pastaj me duar, ose ta rrokullisim për tokë. Këto janë metoda të ndihmës së parë se si duhet vepruar kur një person ka zjarr në trup. Dhe faleminderit që e sqaruat dhe këtë. Ndërkohë, ne këtu kemi dhe një kukull për ata të cilët nuk e dinë se në fakt quhet fantom. Dhe shpesh në rastis që të jemi të pranishëm në raste kur dikush mund të pësoj një infarkt të miokardit ose atak kardiak në qoftë edhe në rrugë, përveç se në shtëpinë tonë. Si duhet të veprojmë në ato raste? Nëse mundet dhe të na demonstroni. Pa tjetër do të demonstroj. Fillimisht përsëri duhet siguruar hapësira, pastaj i qasemi personit lëndum, edhe do të demonstroj, edhe duke e spjeguar. Fillimisht kontrollohen vetdia, pastaj kontrollohen kanalet e frymarrjes. Si kontrollohet vetdia, edhe gjitha pastaj shenja tjera vitale, e kapim personin e lënduar, butësisht e shkundim për mos t'i shkaktuar dëm e shtesë, edhe e pyesim a jeni mirë, a më dëgjon, në qoftë se nuk reagon, menjëherë i kontrollojmë kanalet e frymarrjes. Për të shpjeguar edhe publikut, kanalet e frymarrjes do thotë është rrokullisur gjuha mbrapa. Vendosen dy gishta për fundin nofullës së poshtme, pastaj me dorën tjetër kapet koka edhe shtyhet mbrapa, pastaj hapet nofulla e poshtme për ta pa pozicionin e gjuhës. Gjithashtu duhet ta ceki është rreptësisht e ndaluar që të futen gishtat në gojë për ta kthyer gjuhën. Mundet të ndodhin kafshime nga personi i lënduar, mundet pastaj të ndodhin lëndime personit që ofron ndihmë për atë arsye. Pasi kemi të kontrolluar kanalet e frymarrjes, kontrollojmë pastaj edhe frymarrjen edhe punën e zemrës, edhe gjithmonë duke u bazuar në parimin shiko, dëgjë edhe ndjej kontrollohet frymarrja. Gjithashtu koka duhet jetë e shtyr mbrapa. Veshi vendoset mbi gojën edhe hundën e personit lëndum, shikimin duke orientuar ka gjoksit. Do të thonë shikojmë lëvizjet e gjoksit, dëgjojmë zërat e frymarrjes edhe me faqe e ndjejmë frymën e lëshuar nga personi i lëndum. Edhe nuk duhet të zgjasë më shumë se 10 sekonda. Mundeni me numëru deri në 7, 8, 9, 10 edhe mjafton. Edhe në fund kontrollohet gjendja e sistemit kardiovaskular, gjithsesi punën e zemrës. E kontrollojmë tek arteria e qafës tek personat që janë në gjendje të pavetëdijshme. Do thotë mes mollës së adamit edhe muskulit të qafës, mes këtyre dy pikave rreshtohen 3 gishta, gishti tregus, gishti i mesëm edhe gishti unazës, edhe shtypim. Në qoftë se nuk ka puls, do thotë ka ndërprer edhe puna e zemrës. Gjithashtu një vlerësim prej së largu mundemi me bë duke ja pa ngjyrën e lëkurës personit lëndum, në këtë rast fytyrën e kemi edhe duart, për shkak se zakonisht janë të veshur. Kontrollojmë a është paraqita ajo ngjyra cianotike rreth buzëve. Ngjyrë cianotike do të thotë ngjyrë vjollës me ngjyrë kaltër. Edhe pastaj i kontrollojmë majat e gishtave. Ajo ngjyra cianotike zakonisht paraqitet tek pjesët cilat janë të furnizuara me kapilare, me enë të gjakut që janë më të vogla, edhe ku
qarkullimi i gjakut është më i ngadalësuar dhe më i vogël, për atë arsye në këto pjesë paraqitet më shpesh cianoza, edhe në qoftë se mungon vetdia, frymarrja dhe pulsi, atëherë fillojmë me reanimim kardiopulmonal. Si bëhet reanimimi kardiopulmonal? Do thotë ulemi në gjunjë anash personit lëndum, pa marrë parasysh është dora e majt ose është dora e djathtë, është mirë të vendoset në pjesën e mesme të gjoksit, pastaj vendoset dora tjetër, kryqëzohen gishtat. Në qoftë se jemi të mbështetur për themra, duhet të ngritemi për shkak se kemi nevojë për fuqinë e shpatullave. Pozicioni duhet të jetë i mirë, i përshtatshëm për ushtruesin e ndihmës së parë, në këtë rast reanimimit kardiopulmonal. Gjithashtu ta shpjegoj se reanimim kardiopulmonal do të thotë rigjallërim të zemrës edhe mushkrive të bardha. Reanimare dim se nga fjala latine do të thotë të rigjallërohet. Pastaj kardio është zemra dhe pulmo janë mushkrit. Vazhdojmë. Do të thotë kryqëzohen gishtat, brylat duhet të jenë të drejtuar për shkak se fuqia e shpatullave duhet të shkojë drejt mbi zemër, edhe fillojmë të shtypim. Thellësia e shtypjeve duhet të jetë parafërsisht 5 deri 6 cm, kurse frekuenca duhet të jetë rreth 100 shtypjeve për minutë. Kurse proporcioni masazh edhe frymarrje duhet të jetë 30 ndaj 2. 30 masazhe, 2 frymarrje artificiale. Ta bëjmë një cikël. Fillojmë. Është mirë të numërohet që ta përcjellim edhe vetën se ku kemi arrit, mirë po në qoftë se ka nevojë për zavendësim, personi i cili do të na zavendëson ta dim se prej ku të vazhdon. Fillojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30. Do të të ponë se shtypjet duhet jenë ritmike, për fillimit dhe në fund të kapim një ritëm, pastaj është e rëndësishme që mos të ndërprehet kontakti i dorës me gjoksin, jo për shembull kështu, po e patë se vetëm se shtypet, lirohet shtypja dhe përsëri shtypet. Kjo është mbi masazhin në zemër, kurse për frymarrjen artificiale, gjithmonë duhet ta kemi pranë maskën me filtr, e cila duhet jetë pjesën e kutisë së ndihmës parë. Është për një përdorim edhe gjithashtu na mbron nga infeksioni. Për të dhënë frymarrje artificiale, do të duhet të kemi të lira kanalet e frymarrjes, koka të jetë në atë pozicionin e ngritur mbrapa, edhe pastaj ta hapim në fullën e poshtme. Do të thotë kjo është shumë praktike, e shihni se është vizatuar fytyra se do të thotë ku duhet vendoset, edhe filtri vendoset pikërisht tek vrima e gojës, që kur t'i japim frymarrje artificiale, të na mbrojë nga infeksioni, që mos kemi kontakt direkt. Do të vendoset maska me filtr, ngritet koka mbrapa që t'i kemi të lira kanalet e frymarrjes, me këtë pjesën e dorës e mbajmë kokën të shtyrë mbrapa, pastaj me 2 gishta, me gishtin e madhe dhe me gishtin tregues, i mbyllim vrimat e hundës, hapim në fullën e poshtme, edhe japim 2 frymarrje artificiale. Me një herë shikojmë gjoksin apo lëviz, në qoftë se lëviz do të thotë frymarrja ka arrit në mushkrit e bardha, pastaj vazhdojmë edhe me një frymarrje tjetër. Kjo është një cikël, pastaj mundemi me vazhdu me ciklin e dytë, të tretë, derisa të arrijnë ekipi ndihmës shpejt. Besoj se e kam parasysh tashmë dhe shikuesit tanë dhe shpresoj që të jenë më të interesuar për të mësuar dhe për ndihmën e parë. Dhe pse do na duheshte më shumë kohë televizive për të përkapur të gjitha rastet, ne ju falenderojmë që aq më tepër na e demonstruat këtu që të jetë më e kapshme dhe më e qartë për shikuesit tanë dhe që shpresoj që të ketë më tepër interesim të drejtohen tek ju për informacione më të detajuara. Ishte kënaqësi. Faleminderit.